Kur ishte e vogël, u tha prindërve që një ditë do të bënte shtëpi që do të fluturonin, dhe profecia e saj u realizua. Kjo është historia e vërtet e një nga arkitekteve më të mëdha dhe më të rëndësishme të kohëve të fundit. Si gjithmonë, kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi për bashkë. Zaha Hadid. Zaha Hadid kishte lindur ose ka lindur në Bagdad në vitin 1950. Ka qenë një vajzë ndryshe nga të tjerat, me fjalë nga shoqet e saj. Një ditë teksa ishin aty anës detit, po lozin për të bërë së bashku me prindrit e saj dhe me disa fëmijë të tjerë, po lozin për të bërë disa kështjella. Dhe Hadid, e dini se çfarë bëri? Ajo shkoi dhe bëri një kështjell me kate. Në fakt, edhe sot nuk ka fëmijë, nuk kam parë ndonjëherë fëmijë që të bëjnë një kështjell me kate. Dhe ajo e filloi pikërisht kështu, sepse duke bërë me kate kështjellën, diket që ajo rërap nëse është e njom bie. Por ajo bëri një sistem që e bënte për herë, pothuajse për ditë. Dhe kur babai saj qeshte ose bënte shaka me të, ajo i tha të mbash mend, tha. Ishte vetëm 11 vjeç atëherë. Të mbash mend që një ditë unë do të ndërtoj shtëpi që do të fluturojnë. Dhe profecia e saj mori jetë. Dhe Hadid, që kur ishte 15-16 vjeçe, pra pas 4-5 viteve, filloi që të dizenjonte disa shtëpi të çuditshme. Pra kur ishte në shkollë e vogël. Por në shkollën e mesme, sepse shkollën e mesme e bëri te shkolla amerikane në Bagdad, në shkollën e mesme ishte brillante. Në fakt ajo mori 10 në të gjitha materiet, përfaqësisht në të gjitha lëndët. Dhe ishte shumë çudi. Në fakt amerikanët thoshin që kjo duhet të shkojë në Amerikë. Mirëpo nuk dëshironte që të shkonte në Amerikë sepse ajo kërkonte që të bënte diçka për popullin e saj, për vendin e vet. Dhe në vitin 1972 u spostua dhe shkoi në Angli, pra në Londër, sepse ajo dëshironte që të ishte shumë pranë, pra me Londrën dhe me shtëpinë e saj. Dhe sapo u diplomua, në fakt nuk i jepnin shumë punë, madje e konsideronin një të huaj. Bile duhet të dini që të paktën deri para pak viteve, deri nga vitet 2000, të huajt ose mirë këta të vendet të lindjes ose arabët konsideroheshin më pak. Dhe kështu që nuk i jepnin punë. Në fakt ajo shkoi disa muaj në Bagdad, filloi që të bënte disa punë aty, por nuk bëri asnjë arkitekturë. Ndonse aty i kërkuan që të bënte diçka, sepse pikësynimi i saj ishte pikërisht ajo që kishte premtuar tatit kur ishte e vogël. Pra që ajo do të bënte ose do të ndërtonte shtëpi që do të fluturonin. E kështu kthehet edhe njerë në Londër dhe aty fillon që të punojë edhe me arkitekt të tjerë. U fut në studion edhe një arkitekti të madh, londinez, dhe pastaj me kalimin e kohës bëri edhe një shoqat të vogël, mori pjesë në këtë shoqat të vogël derisa e krijoi vet. Dhe pas disa vite, pas vitit 1990, një kompani gjermane, krejt rastësisht teksa ishin aty në Londër, pa disa nga punët e saj dhe i pëlqeu. Pra njërit nga këta që kalonte aty, me fjalë një studiues. Dhe i thot, shiko, thot, ka një band që do të dalë, thot, para muajin që vjen. Dhe do të dëshiroj që ti të merrje pjesë. Unë jam i bindur që ti do ta fitosh. Dhe kështu bë. Pra ishte një konkurs, si mund të quhet, i këtyre bashkive që do të merrin pjesë për ndërtimin e një zjarfikseje. Dhe kështu që Hadid punoi natë dhe ditë për të bërë diçka unike, përpara se të shkonte atje. Pra ajo nuk dinte se përse bëj fjalë, sepse akoma nuk do të merrte pjesë. Ajo do të merrte pjesë sepse për ata që nuk e dinë, gjatë këtyre konkurseve të bashkive ose shtetërore, sa po del presin të gjithë, sepse në momenti që del të tregojnë, pra nëse del projekti, të tregojnë pikat, se ti ku duhet bazohesh. Ajo nuk u bazua në asnjë pikë, po e bëri vetë. Bëri diçka krejt ndryshe nga ajo që ishte parë deri atëherë. Në fakt është një strehë e madhe si një formë kapele, asgjë tjetër. Por e mbuluar shumë mirë dhe e mbajtur në mënyrë perfekte. Ç'është e vërteta, konkursi ishte i gjatë, rreth 30 ditë, dhe morën pjesë 1000 ca arkitekt. Dhe më në fund ajo fitoi. Fitoi dhe kjo ishte fitoria e parë, sepse pas kësaj fitore, menjëherë filluan që ta flisnin edhe ta kërkonin dhe në ndërtime të tjera. Pastaj e thërritën në Londër, sepse fillimisht ajo bëri ndërtime në Kinë, pastaj në Evropë, në Amsterdam, në Belgjik, madje edhe në Francë, një pjesë në periferi të Francës, dhe një pjesë tjetër edhe në Austri.
Pastaj më vonë e thërritën në Londër, dhe në Londër bëri një nga arkitekturat më moderne që mund të thuhet. Dhe pastaj bëri atë ndërtimi që ajo i kishte premtuar të jatit. Një ndërtim që konsiderohet në Amerikë, që konsiderohet si një nga ndërtimet më absurde dhe më futuriste pra të botës. Dhe që nga ajo kohë, pra që quhet ndërtesa fluturuese, pikërisht pra sepse ajo dëshiron diçka që fluturon. Në fakt ajo po shkon drejt kësaj ide, pra të ndërtoj një grattacel ose një rokaqiell ose një ndërtesë që mund të fluturojë, pra që të mos të mbahet askund. E di që për disa këto mund të duken si fantazi, por unë do t'i them sekretin e madh që ajo ruante. Që kur ishte e vogël, Hadid studionte piramidat e Egjiptit dhe sipas saj në piramidat e Egjiptit kanë përdorur pikërisht pra një sistem tepër kompleks që kanë hequr gravitetin e tokës. Pra, gjatë momenteve të ndërtimit të kësaj piramide, që shumë prej jush i njohin gurët e mëdhenj, këta gurë të mëdhenj nuk mund të ngriheshin në krah dhe nuk mund të tërheqeshin ashtu si thotë edhe shkenca, sepse ti tërheqësh këta gurë duhet një kohë shumë e gjatë. Dhe sado që të ketë me qindra mira sklever, prapë se prapë është e pamundur që të ndërtojë një arkitekturë kaq e madhe dhe kaq gjigande në një kohë shumë të shkurtër, sepse u bë brenda 23 viteve. Pra, sipas llogaritjeve, nuk është bërë nga njerëzit, por nga diçka shumë më e përparuar. Dhe sipas Hadidit, Zaha Hadidit thotë që nuk është ndërtuar kështu, por është ata që kanë ndërtuar kanë hequr gravitetin, pra gravitetin e tokës. Dhe ajo nuk gabon në këtë, sepse ka të drejtë, edhe studiues të tjerë mendojnë këtë. Në fakt, është kjo arsye që ajo po studion pikërisht këtë dhe tregohet që ka zbuluar disa sekrete që do t'i tregoj shumë shpejt, sepse po projekton një nga rokaqiejt ose një nga ndërtesat më absurde dhe unike që do t'i mbetet për herë kohërave. Kur i bën intervistën për këtë dhe e pyetën në qoftë se kjo histori është e vërtet, pra kjo ngjarje e kësaj ndërtese, ajo u përgjigj. Do ta shihni që çdo gjë është reale, ndonse diçka mendohet jo reale, sepse njeriu ka shpikur ka shpikur një pjesës të vogël të një të fizikës kuantike dhe të asaj që ka fshihet pas. Pra, kjo është ajo, më falni se po më marrin telefon, dhe po thoshja, kjo është ajo idea e Zaha Hadidit që të ndërtoj pra një diçka që të mund të fluturojë. Në fakt, deri tani, të gjitha ndërtesat e saj janë vërtet shumë komplekse. Do të sugjeroja ti shikoni. Janë shumë unike dhe ndryshe nga të tjerët. Në fakt, ajo sot ka mbi 300 ca, ndoshta 400 arkitekt që punojnë për të. Pra 400 ca arkitekt. Dhe ka arritur, ka tejkaluar shumën, pra pasurinë e saj mbi $100 milion. Ndonse një pjesë e madhe e pasurisë së saj ajo ka investuar pikërisht për këto projektet që ka ndërmend që të bëj në vijim, sepse sipas saj nuk ka rëndësi pasuria, por ajo çka mbetet pas, pra emri. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument dhe kalofshim përmjet këndshme.